Atëherë përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë hapësirë të librit dhe të leximit. Më vjen mirë që jemi në një moment që shënohet edicioni 4 i një çmimi të rëndësishëm të themeluar nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, çmimit Lumos Këndo, një çmim i cili jo vetëm risjell në diskursin publik një emër të njohur të publicistikës, të kulturës shqiptare, siç është Mitat Frashëri, por dhe jep mundësi gjitha veprave të botuara përgjatë një viti kalendarik në gjininë e eseistikës dhe publicistikës që të gjykohen nga një juri, që të jenë ato më të pranishme dhe jo vetëm për jurinë e këtij edicioni, por të jenë vepra të cilat marrin një vëmendje në opinionin publik. Unë e quaj shumë të rëndësishëm këtë çmim edhe për faktin që shoqëria shqiptare ka nevojë për vepra të tilla, për vepra që sjellin debate, për vepra që shërbejnë pikërisht të mendimit, kontribuojnë në sjelljen e ideve, sepse shoqëria ka nevojë për ide aq më tepër në këto kohë të trazuara. Pa e zgjatur gjatë, do doja të falenderoja jurinë e këtij edicioni, duke nisur nga zoti Uran Butka, i cili për arsye familjare sot nuk ndodhet këtu, por për gjithë kontributin që ai ka dhënë që me themelimin e këtij çmimi do doja ta falenderoja. Kryetarja e jurisë Belina Budini, e cila tashmë ka një histori të saj me këtë çmim. Prej 4 vitesh ajo është pjesë e kësaj jurie të rëndësishme gjykimi. Këtë vit na është bashkuar gazetarja dhe autorja Rudina Xhunga, profesor akademik Anastas Angjeli, gazetarja Aida Tuci. Përpara se të jap fjalën kryetares së jurisë, unë do doja që të lexoja para jush të emrat e 10 finalistëve të këtij çmimi. Sigurisht që 10 finalistët janë emra të nderuar që pasurojnë jo vetëm bibliotekën e librit shqip, por sjellin një kontribut, mendoj, në fushën e mendimit. 10 finalistët e këtij çmimi janë Piro Loli me veprën Unë jam një tjetër, Recep Qosja me veprën Forgjirin të vërtetën dhe të drejtën, Luan Rama me veprën Udha i gjatë në tunelin e Platonit, Bedri Islami me veprën Kadare i Roborit apo i Liris, Sherif Bundo me veprën Dollia shqiptare, Arben Imami me veprën Kushtetuta, Viola Isufaj me veprën Vala dritash për zorbën, Edlira Çekrezi me veprën Mitet dhe raporti me letërsinë artistike, Enis Sulstarova me veprën Samiu dhe Utopia, dhe Stefan Çapaliku me veprën Postscriptum studime kulturore. Përshëndetje të gjithëve. Padyshim që çdo çmim ka simbolikën e vet, por këtë radhë simbolika është Lumos Këndo, Mitat Frashëri. Pra një simbolik që përfaqëson me të vërtet një figurë të shquar të vendit tonë, të kulturës, të letrave, të veprave, gjë e cila na vuri ne në një punë shumë serioze për të parë të gjithë veprat që u paraqitën në këtë konkurrim. Ishte një përvojë jashtëzakonshme, një udhtim në faqet pafund të veprave të paraqitura, të cilat për hir të së vërtetës ishte vështirë që të ndaje këtë 10 që këtu u paraqit, nuk ishte shumë e lehtë sepse të gjitha përfaqësonin vlera të shkëlqyera, por padyshim që çmimi shkon vetëm për një dhe i cili do deklarohet në fund të kësaj mbledhje, por unë gjej rastin që falenderoj kolegët e jurisë për bashkëpunimin, qendrën për hapësirën dhe mundësinë që na krijoi për të punuar, për të arritur deri në ditën finale të dhënies së këtij çmimi, dhe në fund të falenderoj gjithë autorët që paraqitën veprat e tyre në këtë konkurrim, duke i uruar që të shtojnë atë veprimtarinë dhe prodhimtarinë e tyre, sepse konkurimet janë të shumta, çmimet janë të shumta, vlerësimet janë të shumta, po sidoqoftë të gjitha ato mbeten gjithë vepra të vlerësuara. Faleminderit. Mirë, faleminderit profesor. Është kënaqësi, Alda tha që jam bërë paksi e shtëpisë, ndoshta derisa të kemi publikimet tona në gjithë këto vite kanë qenë vite shumë produktive në drejtim të shqyrtimit të veprave të mira, cilësore, kontributeve vërtet serioze në fushën e publicistikës dhe eseistikës. Shpesh herë kemi marrë në shqyrtime dhe studime voluminoze dhe me shumë dimensione, si të thuash, madje dhe biografi shpesh herë. Në hapësirën publike shqiptare, çmimet nuk janë të shumta, veprat në fakt janë të shumta. Kështu që ne ndihemi mirë kur kemi
materiale, propozime, autor, tituj, për të shqyrtuar gjithmonë të një cilësie të mirë. Dhe këtë vit duhet thënë që kontributet ishin shumë të mira nga shumë fusha, nga shumë drejtime, duke përfshirë edhe letërsinë apo studimet kritike, në gazetari apo në biografi, në shumë drejtime. Është edicioni 4. Ky çmimi Lumos Këndo është i lidhur me një personalitet dhe me një emër që tashmë edhe besoj unë e lidhur për shkak të këtij çmimi është i gjithpranuar. Ka fituar vendin e vet, i cili në fakt për një trashëgimi të caktuar historike nuk e kishte marrë këtë vëmendje dhe këtë rëndësi që e meriton figura e Mithat Frashërit dhe e Lumos Këndos. Kështu që mua më vjen mirë që në edicionin e 4 të rikonfirmohen edhe një herë vlerat, cilësitë e këtij autorit madh, e këtij emrit madh të shqiptarizmit, le të themi, sepse është i lidhur padyshim me shqiptarizmin në radhë të parë. Nga pikpamja e leximit të motivacionit, ne kemi përgatitur një motivacion që lidhet me figurën e cila është shpallur dhe fituese. Më shumë e vështirë se sa për të shpallur fitues një autor, ka qenë e vështirë të ndërtoj një vjetëshe, në fakt. Vjetëshja ka qenë pak më e vështirë, sepse edhe ata që janë përtej vjetëshës kanë qenë emra shumë serioze dhe me kontribute shumë serioze në publicistik dhe në eseistik. Sikurse nisa fjalën të them, jo shumë çmime jepen në këtë fushë. Axef Plumi është një çmim tjetër që jepet edhe do të jepet këto ditë. Lumos Këndo, në mos gaboj, edhe çmimet kult kanë dhënë dikur disa vlerësime në publicistik, por për momentin nuk janë duke u dhënë. Kështu që besoj që është një vlerësim për figurat kur lidhen me emra dhe me personalitete të tilla dhe këtë vit çmimi Lumos Këndo, pra në fakt i takon vitit 2004, e merr 2024, falni. E merr akademiku Recep Qosja për veprën e tij publicistike, për lirinë, të vërtetën dhe të drejtën, pasi përmes analizave të tij të mpreta dhe studimeve të thelluara në gjuhën shqipe, akademiku Recep Qosja ka dhënë një kontribut të çmuar në zhvillimin e mendimit kritik dhe forcimin e vetëdijes kombëtare. Faleminderit Qendrës Librit që na dha këtyre unë do të ftoja votuesin, zotin Fatmir Toçi, për 2 fjalë, meqense vepra është e publikuar nga shtëpia votuese të OENA. Orina. Përshëndetje të gjithëve. Jam shumë i lumtur që ndodhem këtu në një moment shumë të rëndësishëm, do të thoja, për vlerësimin e letërsisë dhe studimeve shqiptare. Ashtu siç e tha dhe kryetarja e komisionit, vërtet që në botën shqiptare çmimet nuk janë edhe kaq të shpeshta, por gjithsesi ka shumë pasion dhe ka shumë autor që për hir të pasionit të tyre vazhdojnë shkruajnë vazhdimisht, duke dhënë një kontribut shumë të madh të do të thoja të rëndësishëm në kulturën shqiptare, në letërsinë shqiptare, fushën e studimeve. Unë jam shumë i lumtur që ndodhem këtu, pikërisht për të përfaqësuar akademikun Recep Qosja, profesorin, autorin tonë më të dashur shtëpisë votuese prej 30 vjetësh, autor të cilit i kemi votuar mbi 50 vepra deri në sot, njëra më e rëndësishme se tjetra, pikërisht në një moment do të thoja delikat dhe të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë, drejt identitetit, drejt integrimit evropian edhe gjithë ato probleme që gjithë i dim në rajon që janë akoma në rrugën e tyre të zgjidhjes. Unë duhet të falenderoj qendrën kombëtare të librit të leximit për iniciativën dhe për veprimtaritë që bën në mbështetje të autorëve dhe promovimin e tyre. Këtë juri që domethënë është shumë të nduese kur shikon emra kaq publik dhe specialistë të fushës që nga kryetarja, Melina dhe gjithë të tjerët, dhe dua shpreh njëkohësisht edhe keqardhjen që profesor Qosja për arsye shëndetësore dhe vetëm shëndetësore nuk mundi që të vinte edhe pse ishte programuar, ishte planifikuar, ishte rënë dakord që ai do ta bënte një udhtim në vlerësim të këtij çmimi dhe të emrit që mba ky çmim, për cilin ai ka një adhurim edhe një vlerësim të jashtëzakonshëm. Bjerës neve, si shtëpi votuese, bashkë me Renën kishim planifikuar
edhe disa takime promovuese të librit, sepse është një botim i ri, në Tiranë, në Vlorë dhe pastaj edhe në Prishtinë dhe në Shkup, të cilat me sa duket të shtyhen në agjendën tonë dhe e rëndësishme është që profesori bëhet më mirë dhe të zgjidh sa më mirë ato probleme që ka edhe në familje, se nuk bëhet fjalë vetëm për të, por edhe një pjesëtar të familjes që në këto momente ndodhet në një pozitë shumë të vështirë shëndetësore. Mund flitet pafund për profesorin, për kontributin e tij në fushën studimore, historian i letërcisë, autor, publicist. Faleminderit gjithën për pjesëmarrjen. Mund të t'ja transmetoj këtë atmosferë profesor Qosës, jam i bindur që na ndjek, që do na ndjek, edhe dhe ka vlerësimet maksimale për këtë çmim që është dhënë sot në emërtues. Shumë faleminderit. Vetëm 2 fjalë në fund, që të uroj profesor Qosën dhe të tregoj që unë nuk kam pasur asnjë vështirësi. I uroj të gjithë ata që ishin, por sapo pash që erdhi ky libër, jo vetëm nuk kisha vështirësi për të thënë që do doja të shpallej ai fituesi dhe fal votave të jurisë ai u shpall, por ndihem shumë e nderuar që isha pjesë e një jurie për herë të parë. Unë nuk kam qenë kurrë në një juri, as në gara, nuk e di pse nuk marr pjesë, as si pjesëtare, as si anëtare jurie, por është hera e parë dhe me sa duket ndjem krenare që isha pjesë e jurisë, që vlerësoj me çmim të parë një vepër testament të një njeriu shqiptar mbi shqiptarët, që nuk ka hequr dorë asnjëherë së na dashuri, pavarësisht sa pak ne duam veten. Kështu që jam mirënjohëse profesore Xhep Qosës për veprën e artë shqip, për shqipet dhe shqiptarët që ka. Do doja ta kisha në dorë këtë libër, po e kam në shtëpi te koka e krevatit dhe nuk e heq, sepse ai është besar, është burim i dashurisë për veten edhe për tjetrin. Faleminderit profesore Xhep Qosja. Vetëm një fjalë, nëse mundet, nga ngacmoj fjala testament që Rudina e tha, duke treguar ndoshta edhe një sekret vogël të marrëdhënies midis botuesit dhe autorit. Profesori ngul të këmbë që fillim që ky libër duhet quajtur testament, domethënë për shoqërinë shqiptare. Zakonisht testamentet janë dokumenti i fundit që bëhet dhe ne kemi qenë tërësisht kundër dhe kemi bindur njerëzisht që profesori është në gjendje, jo, është në pikërisht do thoja është në gjendje që të vazhdoj punën e tij studioze, do ketë vepra tjera dhe nuk ka ardhur koha e testamentit. Kështu që ram dakord me oportunitet për këtë libër, por që në të vërtet është një testament për ato probleme që ngre profesori për shoqërinë shqiptare. Faleminderit. Nuk e falenderuar jurin, pak doja të falenderoja nga zemra të 10 finalistët që na kanë nderuar që kanë ardhur sot këtu. Uroj që të 10 librat që ishin pjesë e kësaj gare, por edhe librat e tjerë që janë votuar për gjatë vitit 2024, të kenë jetën e gjatë në treg dhe të kenë jetën e gjatë në librari. Ju falenderoj të gjithëve dhe shihemi në edicionin tjetër, duke uruar shumë që këtë çmim të kthehet në një traditë të mirë. Atëherë, sa po dha çmimi Lumos Këmbë? Ky është çmimi Lumos Këmbë 2024. Pata fatin, të jem pjesë e vlerësoj këtë çmim, profesore Xhep Qosë. Ja, profesore Xhep Qosja. Jam krenar që isha pjesë e jurisë e cila vlerësoi me çmim akademiku e Xhep Qosja, një që na bën krenar. Kam votuesin e tij, zotin Fatmir Toçi. Faleminderit. Faleminderit juve për profesorin. Faleminderit shumë. Madhe që ju do shkonin në Prishtinë t'ja jepni çmimin? Po padyshim. Si është gjëja e tij? Si është përshëndet profesori? Do ta nisja me këtë gjë, domethënë është për mua një ditë shumë e veçantë që unë mora çmim për t'ia përcjellë profesorit Xhep Qosës, por gjithashtu i trishtuar si shumica që prisnin që profesori të vinte në Shqipëri, të vinte në Tiranë për ta marrë vetë çmimin, por thjesht për arsye shëndetësore e kuptueshme. Mas 2 muaj që ai futet në orbitën e 90 vjetorit të tij, tregon që vitet bëjnë punën e tyre, por për fat profesori është i kthjellët, është i freskët, por me disa probleme shëndetësore që shpresojmë t'i kalojë sa më shpejt. Ne kishim organizuar që ai të ishte këtu, të bënim disa promovime në Tiranë, në Vlorë, që ai e ka shumë për zemër Vlorën, dhe pastaj edhe në Prishtinë dhe në Shkup, të cilat unë jam optimist që do të realizojmë të me ardhen e pranverës edhe një moti më të përshtatshëm për këtë gjë.
Jam shumë i lumtur që juria, një juri profesionistësh, do thoja, personalitetës që me cilët unë njifem edhe ja u di të gjithë backgroundin e tyre kulturor dhe profesional, ka vendosur që këtë çmim ta marrë profesor Recep Qosja. Jam në lëkurën e këtyre antarëve të jurisë për vështirësinë e një çmimi kur bëhet fjalë për një vepër si të Recep Qosës, i cili nuk di kompromise as politike, as kulturore, as etnike, as shoqërore, kur bëhet fjalë për të vërtetën, ashtu siç ka titulluar edhe librin e tij, të cilin në filles ata i mendonte të ishte një testament, për cilën ne nuk rënë dakord, duke ditur që fuqia intelektuale, freskia e mendimit të profesorit Recep Qosës është akoma prodhimtare dhe ne presim prej tij vepra të tjera për cilën shoqëria shqiptare ka nevojë. Mjaftojmë të kujtojmë kontributin e tij të madh në një debat mbarkombëtar siç ka qenë ai për identitetin, bashkë me të madhin Ismail Kadare, të cilën përpos mendimeve të ndryshme që kishim me njëri tjetrin dhe përpos debatit, do thoja, mediatik dhe publik, ata i kanë dhënë një pasuri të jashtëzakonshme shoqërisë shqiptare, sepse nxitej një debat kombëtar për identitetin në një moment që ishte shumë i rëndësishëm për, do thoj, për zhvillimet në Shqipëri. Ja, ky është Recep Qosja dhe vepra e tij mbi 50 vëllimshë, tashmë në duart e shqiptarëve, është një kontribut i madh dhe secili në të gjen zgjidhjen e mjaft problemeve në të gjitha fushat shoqërore, politike, kulturore, akademike që ka shoqëria shqiptare, e cila tashmë ndodhet në një moment shumë të rëndësishëm për identitetin e vet, por edhe për integrimet e mëdha evropiane që na presin. Tani dua t'ja lë fjalën profesor Recep Qosja, se cili është aty gjithmonë, është me librin, është me fjalën, është me shqipen e mrekullueshme. Është tani me 2 fjalë falenderuese, të cilat si njëri i madh që është, nuk i ka shfrytzuar për vete, po për atë që ka emrin e çmimit për Lumos Skënderbeut. Falenderoj përfaqësuesit e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Kulturës që veprën time për lirinë, vërtetën dhe drejtën e kanë shpallur vepra më e mirë publicistike dhe eseistike për vitin 2024, duke i shpërblyer me çmimin Lumos Skënderbeut, që është pseudonim i Mithat Frashërit. Çmimi Lumos Skënderbeut, me cilin vlerësohet vepra ime në fjalë, është nderim i veçantë që më dhurohet në moshën në të cilën jam. Është kënaqësi e veçantë për mua që këtu, para jush, do të mund të them disa fjalë për të, për Lumos Skënderbeut, për Mithat Frashërin. Ai ishte nipi i Naimit dhe Sami Frashërit. Ai ishte pjesëtar i shquri i rilindjes kombëtare shqiptare. Ai, përpos me pseudonimin e shumë popularizuar Lumos Skënderbeut, ishte i njohur edhe me pseudonimet Maliko Kojka dhe Ismail Malesmoni. Mithat Frashëri, Lumos Skënderbeut, ishte personalitet me dhunti, me kërshëri e me ide të gjithmonshme krijuese. Ai ishte veprimtar politik e diplomatik, ishte shkrimtar, publicist, udhëpërshkrues, përkthyes, bibliofil. Ai studioi farmacin, por nuk e përfundoi, dhe nuk e përfundoi në radhë të parë, për arsye se gjithë interesimet e tij, më parë se shëndetit trupor, ja kushtoi shëndetit mendor, më parë se pasurisë trupore shëndetësore, ja kushtoi pasurisë mendore. Fryti për kushtimet tij të tilla të hershme, mendore, janë revistat e njohura, Liria dhe Dituria. Ai mori pjesë në kongresin e manastirit ku zot kryetar i kongresit dhe nën kryetar i komisionit për hartimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Ai mori pjesë në shpalljen e pavarësisë Shqipërisë në Vlorë me 28 nëntor 1912, si përfaqësues i Pejës, i Gjakovës, i Plavës e Gucinis, së bashku me Recep Mitrovicën, Bedri Pejanin dhe Salixhukën. Ai ishte antar i delegacionit shqiptar në konferencën e paqes në Paris në vitet 1919-1920. Ai përfaqësoi Shqipërinë në lidhjen e kombeve në vitin 1920. Ai që herët e filloi bashkëpunimin me revistën Albania të Fajkonicës, ku botoi shkrimin e tij të parë kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut, e një vit më vonë
e filloi bashkëpunimin me Kristol Varasin dhe revistën e tij enciklopedike Kalendari Kombëtar. Kjo revistë, me botim shumë vjeçar e shumë shkrime të Lumoskendos, në vitin 2017 do të botohet në 4 rrëvillime solemne nga Fondacioni Al-Sar. Mithat Frashëri, Lumoskendo. Në këtë kohë e filloi botimin e një vargu vepra shqipe dhe frenzishte, historike, politike, letrare, siç janë Naim Frashëri, Jetë shkrim, Pritmi i Shqipërisë, Popullsia e Pirit, Shqipëria dhe shqiptarët, shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, shqiptarët dhe slavët, plagët tona, hinj dhe shpuz, letra mbi një udhëtim në Zvicër, e të tjera. Mithat Frashëri, Lumoskendo, njëkohësisht ka shkruar për lidhjen e Pejes, për Kongresin e Manastirit, për Kongresin e Elbasanit, për Kongresin e Dibrës, për shkollën e lavdishme normale, për luftën e parë ballkanike, për luftën e parë botërore e për ngjarjet e tjera shumë të rëndësishme historike, kulturore e politike. Ai, në vitin 1926-1939, në Tiranë, hapi librarinë e famshme Lumoskendo, me 40.000 tituj në kohën e komunizmit. Kjo librari u privatizua dhe praktikisht ajo meti pa formuesin e saj, pa ideologun e saj, pa krijuesin e saj, Lumoskendon e lavdishëm. Fatin e tillë të librave të tij, vetë Lumoskendo nuk e provoi. Prej Shqipërisë largohet në vitin 1944 dhe kalon në Itali, e prej Italie në Londër, ku krijoi Komitetin Shqipëria e Lirë. Në vitin 1947, Lumoskendo shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse vizën amerikane e mori në vitin 1949. Mithat Frashëri, Lumoskendo, i lindur 25 mars 1980, u ndan nga jeta me 3 tetor 1949, do me thonë, në moshën 69 vjeçare, nga një sulm kaldirak gjatë udhëtimit nga Long Island për në New York. Mithat Frashëri, Lumoskendo, nuk la pasardhës e pasardhëse, nuk ishte i martuar. Mithat Frashëri, Lumoskendo, i ndarën nga jeta, sot prehet me lavdi të mshueshme historike mbar kombëtare në Tiranë. Në Tiranën, në kryeqytetin e Shqipërisë, në të vërtetë në kryeqytetin e gjithë shqiptarëve, ku do janë ata sot, duke i ashtuar ashtu amshimit, përjetësisë së familjes zë madhe të frashëriotëve.